Andaj, e jana është të pendohem dhe të kthejmë tek Allahu Azza wa Jalla. E jana është të kërkojmë falje Allahut Azza wa Jalla. E jana është të adhurojmë dhe të adojmë Allahun dhe të respektojmë ligjet e tij dhe kufit e tij atëherë kur nuk na shikon dhe nuk na dëgjon askush post mallit Allah te bareke ve taala. E nëse robi punon kështu, atëherë padyshim se Allahu Azza wa Jall do t'i mbush zemrat e besimtarëve, zemrat e njerëzve të mirë me dashuri ndaj tij. Sepse siç ka thonë dhe këtë kemi të cekur javën e kaluar në pika shkurta, djetari i madh Muhammad ibn Wasi rahimahullah ka thonë idha aqbala al-abdu bi qalbihi ila Allah aqbala Allahu bi qulubi al-mu'minina ilayhi. Kur robi drejton zemrën e tij Allahut, Allahu i drejton zemrat e besimtarëve kaj. Subhanallah. Pra, sa herë që ti drejton zemrën Allahut Azza wa Jall, sa herë që ti nështrosh Allahut Azza wa Jall, sa herë që ti e dëshmon dashurinë tënde ndaj Allahut te bareke ve taala, si rezultat dhe si dhurat ndaj teje, Allahu Azza wa Jall zemrat e besimtarëve dhe zemrat e njerëzve të mirë i drejton ka ti. Andaj, nëse dojmë të jemi fitimtar në këtë dunja, padyshim se duhet të jemi mirë me Allahun Azza wa Jall.